Kam qenë Ju ku e dasëm? Unë në fakt, edhe unë dhe Agustini, të dy dasmat respektive, i kemi bërë ke poligoni qitjes. Qa thua? Sepse kishim shumë njerëz. Po, aty ku unë stërvitesha, kemi bërë dhe dasmat, kishim shumë njerëz, edhe nuk mundet t'i bënim në për këto lokale, sepse kështë fillu dhe kjo moda. Në 87-ën jam martuar unë. 87. Tani, ku arrite ti si qitse? Deri tek ekipi i parë, i qitjes. Për në rrugë jashtë? Jo, nuk bëra, me thënë të drejtën, sepse fejesa dhe sidomos martesa me një njeri që është në karierë, sepse unë zjodha... Të dy nuk mund të ishte? Po nuk mundet. Unë zjodha të jem një nën në shërbim të fëmijëve, sepse kemi parë familje që kur të dy prindrit në të drejtën e vetë janë marrë me karierën, fëmijët kanë patur problematik. Duke qenë se Agustini ishte dikush, kur unë njoha, ndërkohë unë isha në fillimet... Futbollistët më të mirë në historinë e futbollit shqiptar, jo të asaj kohe, do të diskutohet. Për mua është i pakrahasueshëm në këndvështrimin tim. Nuk ka, për mua, nga që jam dhe shumë tifoze Ronaldos, për mua është Ronaldo i Shqipërisë, në këndvështrimin tim. Edhe për mënyrën se si ky rinte mbas stërvitjes, dhe për regjimin, dhe për çdo gjë që bënte për atë futbollin që ishte jeta e tij. Si rend dashuri me Agustin? Po u njohëm aty në klubin e Tiranës. Aty kur hanit bukë? Në fakt u njoha për herë të parë në ndeshjen Tirana-Vlora, sepse ne kishim... Cilën nga të ndeshjet? Që u mbollën patate? Po. Ama, sa e bukur kjo. Do me thënë, për ata që më ndjekë, se nuk janë gjithë moshën tonë, luajti Tirana në Vlorë dhe fitoj, po Vlora në atë kohë ishte në kulmin e futbollit vetë. Të çmendur. Kishe fituar me Barcelonë? Po, kishin fituar. Do të kishe bërë ato ndeshjet e të çmendura me Barcelonën, Brazil në Vlorë, Brazil në Camp Nou, dhe Befas shkon Tirana në Vlorë dhe e rre mund Vlorë dhe vlonjatët mbollën fushën me patate. Dhe tash i përhir së vërtetës, unë kam qenë në stadium ato dite, nuk bënte vaki të kishte femra në stadiumin, por ne kishim misi familjare me një person që ishte hetus. Dhe ai përnjohjet që kishte, dhe t'ju e dini shumë mirë, ishte garancia. Qa ishte hetusia në kohë. Po ishte garancia tu. Dhe me lutjen time, se isha edhe jam shumë tifoze, do të thonë unë e përjetoj shumë keq Tiranën, ekipin kombëtar tonin dhe Juventusin. Unë jam tifoze. Edhe Partia Demokratike. Pastaj të kalojmë kjo politika, me që se po flasim për sportin. Dhe të gjithë njerëzit që më panë, mendonin se unë jam motra e këtit miku tim hetusit. Dhe duke qenë se ne do dilnim nga stadiumi dhe do ktheheshim në Tiranë, dhe aty u rrethua gjithë stadiumi me policë, sepse unë bashkë me motrën time dhe me burrën e motrës u detyruam edhe me ndërhyrjet e miqve tanë të përbashkët që të futeshim në autobusin e ekipit. Të Tiranës, sepse aty pasaj u njohëm me... për herë të parë, do me thënë, njifeshim kështu, po që filloj biseda. Po, në thyne një nga bisedës. Po, u filloj njofja, pasaj unë kisha në qitje, duhet ta njihni ose është figurë publike, Alimatën, dhe vajzën Alimatës, unë e kisha Mikesh, dhe Agustini kishte shumë shok bashortin e saj. Dhe kështu filloj... Ka rrethana. Ka dhe rrethana, dhe pasaj ne edhe të donim të dilnim, që ditën e parë që ne dolëm dhe shkuam në kinema, 4 veta, shkuam direkt ke babi im dhe i thamë që prit, dhe babi im plus që ishte dhe një person me emër në atë kohë, si quaj babi? Dhe unë e kam vuajtur gjithë jetën këtë pjesë. Babi im është Rema, ose që sot i thënë ke kafja Remës. Wow, Adriana, po tani unë e kuptoj ti skaletën e kam për Partinë Demokratike dhe ti po ma përmbys mua, po ti ke një histori interesante, po ti dim kështu vetëm Adriana atje delin protest, edhe i vë tritolin këtij, sulmoni Urikim, edhe poshtë Edi Rama dhe kaq. Po ti pas ke një jetë shumë interesante. Po, unë thash jam rritur në një familje... Ti e vajza e Remës që kishe kafe e Remës. Po. Tani një pyetje kam. Që kanë pirë kafe aty... Gjithë Tirana. Nga çunat e bllokut njerë.
nga çunat e Enver Hoxhës dhe me thënë të drejtën, kur ishte babi, se unë i kisha ato 2 banakjarë. Prandaj thash që kanë ndryshuar ato rregullat. Po do të vinin atje? Po pse vinin çunat? Po sepse atje bëhej servitja. Atje tek lokacioni dhe përpara se kafe rrymës. Ka qenë tek lokacioni. Dhe ndërkohë që në pjesën Matan të Finës, ishin reparët të ushtarake që bëheshin gjithë stërvitjet. Atje shkonte edhe Mehmet Shehu. Madje Mehmet Shehu ku ka ushtarake ka fjalë, në zbori. Zbori sepse tash. Jo stërvitjet sportit. Tani nuk i njohin. Kush vjen aty? Po të 2 djemët e Enverit, Iliri dhe Sokoli. Vinë aty, ë? Po patjetër. Ky i ndjeri i biri Mehmet Shehut. Ladi, po. Vladimir Shehu. Ai djali i Kadri Azbiut, madje më kujton... Cili nga ata? Më duket se Goni, më duket se Agroni. Po, edhe ai ndjes pas të. Dhe më kujtohet se babi im ka pas këtë, nga babi e kam këtë karakterin që i drejt. Do me thënë nuk pyste, vazhdon të atë pjesën e vetë. Gjithmonë më thonte, le të kesh gjithë botën kundra, nëse ti beson të ka jo vazhdo. Ndiq korsin tënde. Dhe djali i Kadri Azbiut, kur ishte Rema në banak, mbante ramën, se nuk lejon të ai. Ndërkohë, kur ishte mami, ishte më oportuniste në thoj, dhe ndjes pasë të 2 më kanë ndruar jetë. Këta të gjithë afroheshin, mershin diçka, por mua më ka bërë përshtypje në fakt, në 2022-shin, që ta lidh pak dhe me Partinë Demokratike, në 2022-shin unë kandidova për primaret për Bashkinë e Tiranës. Dhe bëra fushat në gjithë Tiranën dhe një nga takimet ishte fushata në tek Fresku. Dhe unë nuk e dija, kryetari i degës së Freskut më thot që unë kam detyrim për babin tënë dhe mamin pa tjetër. Po pse i themë? Se thot, ne ishim shumë të varfër, thot, dhe kur unë shkoja merja një paninë, mba mundësi ishin ato paninet, dhe thonë të bardha për mamin, edhe kur s'ishte Rema, fshihej edhe fuste salqite. Dhe unë kur dilja në rrugë, shikoja që paninja nuk ishte thatë, po ishte me salqice brënda. Dhe në fakt të virtyt, që unë e vlerësoj shumë ke prindrit e mi, ti e ke këta? E kam shumë. Ma thoj një këshumë që ke futur një salqice dikujt? Ndimoj shumë, por nuk dua, sepse bamirësia nuk përmëndet. Nuk e përmënd? Pa fund ndimoj. Po dua të përmënd një gjë që ma din të gjithë dhe më thënë, ata që së njofin, më në vërtet, kjo është radikale, është e fort. Unë mund të shpëtoj deri në 150-200 qenë në vit. Ushqej qenë dhe macet e rrugës, po. Në makinë mbaj 2 thas me ushqime, dhe kur shkoj jashtë Tirane për gjyqje të ndryshme, për rolin e avokatis, unë marrë me vete toste pa fund, sa që në fillim kalamajt më thonin, që do gjithë to, do shkosh me grup? Jo, i thoja unë se më dalin rrugës qenë dhe macet. Dhe ushqej. Kam pas një shtëpi, këtu tek ish bloku vilave, ndërkohë tani kam lëvizur, u bën 3 vite, dhe aty kisha mësuar një... Sa qenë kënë shpi? Kam 203 mace brënda. Brënda shpi? Kam 18 mace poshtë pallatit. 18 mace? Po, kam dhe 18-20 mace këtu ke lagja vjetër, që shkoj natë për natë, ose unë, ose djali, i ushqejmë se ato janë mësuar. Tani, ti do bësh avokate popullit, apo avokate e kafshëve të zbutura? Po se një shtet tregohet nga sjellja që ka ndaj kafshëve. Do dhe ne nuk duhet cillimi si kafsh ndaj kafshëve? Unë mendoj se sot, ndjes, emrin kafshë meriton njeriu. Ma bëre lëmsh skaletën, flasim qikë për Partinë Demokratike. Jo, është me bukur kjo, po. Nuk nga lëdë, jo, shumë e bukur. Njerëzit, po edhe ato deputetët e Partisë Socialiste, të shikojnë Adriana Kalan, për te asaj që e ka njohur, dhe mbi të gjitha, të kuptojnë një gjë, që unë nuk kam asgjë personale me askënd. Unë kam menduar që duhet bërë kjo rrugë, duhet bërë kjo gjë, dhe e kam bërë.
Po absolutisht, asgjë personale, as me X-in, as me Y-in. Për ta mbyllur me Agustinin, si është me shëndet? Di që ka lënë spitalin dhe është për momentin ja. Nuk shkon. Po pse ti kthe kamera në shumë të mirë dhe të divorcuar. Tani në fakt unë kam qenë edhe vetë gjatë kësaj kohe me disa probleme shëndetësore, kështu që nuk jemi kaq fortë. Si është mirë Agustini? Po, unë kam komunikuar edhe me familjarët, kështu që është shumë mirë. Është shumë mirë. Është shumë mirë. Edhe është kocke fortë, ai nuk dorëzohet. Po Shërim të shpejt kampion, sepse ai meriton ti thuash kampion. Është emblema e futbollit shqiptar. Absolutisht po, absolutisht. Agustin Kola. Sikur mos e kishe bërë golin Arben Minga me Belgjikën, çfarë do t'i bënte Agustini? Çfarë tha ty në vesh? Do ta mbyste. Kështu të ka thënë? O sa e bukur kjo. Do të thonë qoftë se Ben Minga vetëm për vetëm nuk do ta bënte golin. Do të thënë më shumë nga të gjithë Agustini në ngacmonte ai Versheu. Në Versheu, trajneri. Pse? Dhe ka qenë burim mirë. Po nga natyra që Agustini ishte shumë nevrik edhe e shpërthente atë. Shprehente ai. Ai kalonte hekura. Jo, gjithë ne menduam që Ben Minga do të japi Agustinit dhe top. Ai jam shtolli gol. Se imagjino, aty do ta mbyste. Do ta mbyste, domethënë. Por gëzimi Agustinit në ato momente. Megjithatë Agustini pavarësisht momenteve që kishte në fush, me çunat e Tiranës ka shku shumë mirë edhe jashtë. Edhe gjithë Tirana e donte. Dhe unë me të drejtën edhe do gjithë Tirana. Edhe i du fort gjithë ato çunat, edhe Agustini ka përjetuar shumë keq largimin e Benit, sepse iku në një moshë shumë tre dhe iku sapo u stabilizua pak. Me Norën kam goxha kontakte, takohem. Ke kontakte? Një grua e mrekullueshme, kam shumë respekt dhe kam intervistuar. Dhe ka 2 fëmijë të mrekullueshëm. Edhe ata sportistë në rrugën e teatrit. Vim te PD. Po çfarë do themi për PD tani me këto gjëra kaq bukura që the ti? Kështu që mos themi gjë fare. Jo, do thuash ti tani, zonja Kalaja, tani më thuaj diçka mua se që hum e ka fajin Dirama. Ore, e ka fajin Partia Demokratike, ka nuk faj Partia Demokratike, apo edhe ti kështu do thuash? Jo, unë nuk mund të them që ka faj Partia Demokratike, se me këtë sistem që është ngritur për zgjedhjet, edhe Donald Trumpin të marrësh, ta sjellësh. Po kush e bëri sistemin? Tani hajde, më lejo. Po e ka faj PD pra? Jo, unë nuk them që ka faj PD-ja. Tani, kush janë gabimet e PD-s në kënd vështirë? Jo, një sekondë. Tu jemi politik, të ato gjërat e bukura së ndryjo. Jo, patjetër, jo, më lë. Kush e miratoi kodin zgjedhor? Po këtë pra po them, hajde të. E ka faj PD-ja pra? Unë po të them, hajde të flasim për gabimet tona. Okej. Unë kur flas për gabimet e PD-s, nuk legjitimoj as pak ato që ka bërë Edi Rama. Legjitimoj 100% të gjithë denoncimet që ka bërë Sali Berisha, Partia Demokratike, po thuj se inexistente, tani të flasim, se vetëm zoti Berisha i ka bërë denoncimet, gjatë gjithë verës. Mos e bërë dhe të tjerë. Po shumë pak pra tani. Shumë pak, po tani çfarë do bëjnë tani? Po lëre tani të lutem, Tani ti thua që zoti Berisha, do të thënë vetëm ai është dhe s'ka njëri tjetër. Po se nuk i përreshtë. Kjo është teori kështu e Enverist. Po nuk është problem, nuk është teori, unë po them, po flas me faktat. Nuk më pëlqen mua. Jo ti thua nuk ka burra, gra, djem, vajza që mund të zhvendësojë zotin Berisha? Ai po jo nuk hy fara aty muhabeti. Ne po flasim çfarë u bë gjatë verës. Mos më keq kupto dhe mos më devijo atë që unë them. Unë thash gjatë periudhës verës që të gjithë denoncimin për farsën zgjedhore, këtë thash. Nuk thash që nuk ka, asnjë nuk është i pazëvendësueshëm. E ka bërë Sali Berisha. E ka bërë Sali Berisha. Po Rama vodi 3, 13, 23, po s'ka vjet 33 orë. Tani të lutem, dy veta denonconin gjatë verës aty. Hapni gjithë kronikat televizive. Sali Berisha dhe Adriana Kalaja. Dakord? Tashim keq mund t'je që ta them, por në gjatë gjithë periudhës verës, PD-ja ishte bosh. Madje unë bëja dhe status, e thash, asnjë status i imi nuk është pa qëllim. E din ata. Po më plash ka qenë tani, nuk ka qenë. Në Selin nuk ishin. U tha që do bëhet revolucion në shtator. Po unë jam për revolucionin. Do bëhet nami. U tha do bëhet analiza, nuk u bë. U tha do bëhet ristrukturimi, nuk u bë. Prit pra tani jo vetëm Berisha. Tu se kanë falë ata këserdhën në Selin. Po jo vetëm Berisha pra. Se tani mu më tha në mbledhjen e kryesisë, herën e fundit,
Një pjesë e madhe nuk donin protesta. Pra nuk është faj Berisha, do të thushti Berisha i ka zgjedh. Nuk duan protesta? Po nuk duan, duan ratin. Duan ratin. Mandatin e kanë marrë. Për çfarë duhet protestat? Më fal, ti mendon se i duan zgjedhjet e parakoshme atyre që të lënë mandatin? Nuk i duan. Prandaj them unë këtë problem kam, që një pjesë e mirë e asaj që ndodhi me 11 maj është kodi zgjedhor, që për mua këtu është gabim maksimal i Partisë Demokratike. Po ç'është thuaj Berishës ti? Sta zë goja kështu ta kritikosh Berishën. Po jo më nuk më. Nëse ka një person që ka kritikuar Sali Berishën dhe po t'i jap vetëm letrën e fundit që kam çu me 6 tetor. Ja ke qenë kështu personale? Jo, më jo. Publike, ajo që ke shkruar në Facebook. Po, jo, letër publike, ajo dorëheqës. Me 6 tetor, unë s'kisha plane për të kandiduar për avokatën e popullit. I ke çuar letër? Unë i kam çuar pra 1 muaj përpara zgjedhjeve, që kur mora vesh që kryesia kishte vendosur të dilte me kandidati jashtë partisë. Unë si kryetare gjykatës partisë i kam çuar një letër të detajuar, do vi momenti që do ta bëj dhe publike, madje disa media dhe e bën, nuk e di nga e morën. Ja drejtova dhe kryesisë dhe zotit Berisha, dhe në këndvështrimin tim thash që është shkelje e rënde statutit, e para, e dyta, edhe politikisht dhe moralisht, është një vendim i gabuar, sepse edhe me problematikën që ka PD-ja, strukturat, dhe tash duhet jemi pak me këmbë në tokë, është shumë kollaj, të themun tani fajin e ka Berisha, e ka Flamur Noka, e ka X, e ka Y. Tash ne duhet jemi me këmbë në tokë. Unë mendoj se shthurja e strukturave të Partisë Demokratike e kanë afatin më të hershëm, janë që me 17 maj të 2017-ës, kur Lul Basha bëri atë marrëveshjen e famshme, që ju dha edhe gjysma e qeverisë, por ndërkohë ju e patë shumë mirë se si u bojkotuan zgjedhjet e 2017-ës nga vetë demokratët. Se ndryshe nga socialistët, të cilët e quajnë veten pjesë të celulave, ato e kanë për krejari kur i thua patronazhist. Janë të tillë ata që ata e përqejnë se përqejnë Edi Ramën janë rresht. Ndërkohë demokratët reagojnë të rriqen dhe unë kam informacione që një pjesë e madhe e demokratëve nuk kanë dalë për votime, vetëm se kanë pas kandidat. Në 2017? Në 2017 për marrëveshjen janë 250.000 dhe nuk janë pak. Janë 250.000 demokratë që mungojnë në votat e 2017-ës.